Me qënë se vendimi Departamentit Amerikan është që ju mund të udhtoni drejt këtij vendi. Tani unë vendimin e mora vesh mram, një tërkohë që morë dhe ju. Unë nuk isha në një plan për udhtim, dhe natyrisht s'mund të them se do udhtoj këtë 2-3 ditë janë ditët e kulmit fushatës, por kjo është një sigurisht që në një kohë më të përshtatshme do kisha bërë dhe unë fushat, do kisha shkur, por përsëri ky vendim është nuk humbet vlerën, është një vendim jashtëzakonisht i çmuar. Anon Kellogg nga ABC News. Zoti Berisha, po ju vetë a e keni pyetur Departamentin Amerikan të Shtetit dhe çfarë përgjigje keni marrë? Unë nuk kam marrë asnjë përgjigje nga Departamenti Amerikan i Shtetit, as për këtë dhe për asgjë tjetër. Pyetja është, a ju është hequr non grata, zoti Berisha? Pyetja është se non grata është konsideruar vendim politik. Dhe është denuar, kjo është denim i atij vendimi. Është denim, se është tjetër kur shqyrtohet dhe bëhet kjo apo ai qëndrim, po e shpallur vendimet politizuara të administratës Biden. Është pa ekivok. Pra, është e pa shpresë. Esion Ekonomi, Report Televizion. Gjatë kësaj periudhe, a keni kërkuar ndonjëherë vizë për në SBA? Urdhoni? Kësaj periudhe, a keni kërkuar ndonjëherë vizë për në SBA? Unë kërkoj vizë? Jo, s'kam kërkuar vizë. Nuk kam kërkuar vizë. Unë nuk kam kërkuar vizë pasi kam lënë detyrën në kryeministrit në mos gabohem asnjëherë. Shumë faleminderit. Ju keni deklaruar se veç mas kontratës së lobimit në SBA, për zotin Lasivita do të keni një kontratë të mëvetshme që e paguan sipas jush